Si të bëni video virale këtë dimër që mos të keni shumë ftohtë dhe të punoni më pak. Për efekte zanore, My Instance. Për muzikë virale, Real Trends. Për autotitra, Captions AI. Për rregullimin e zërit, Dolby Podcast. Për të bërë reel pa fytyrën tuaj, InVideo. Për skriptimin e reelsave, DeepSeek. Për hooks për video tuaja, Transitional. Për video editim, CapCut. Për klonimin e zërit tuaj, Synthesia. Dhe nëse ju doni të mësoni më shumë se si të rrisni shikimet në ndjekës dhe në klient, do të rrisni biznesin tuaj, komentoni kursi për të treguar më shumë për kursin ton mbi 23 orë të regjistruara që kanë ndihmuar me dhjetra student. Si mund të bëni video reklama apo video kaq të bukura vetëm duke përdorur inteligjencën artificiale? Si fillim do të shkojmë tek InVideo AI. Ky program na lejon të gjenerojmë video në pak minuta me anë të vetëm një prompti. Thjesht shkruajmë çfarë dëshirojmë dhe ja tek është video jon. A keni përdorur ndonjëherë AI-n për të bërë video? Komentoni cilin AI përdorni dhe kush është i preferuari juaj. Këto lloj videosh po i bëjnë kreatorët të marrin ndonjëherë dhe $5,000 thjesht për shikueshmërinë nga Facebooku apo TikToku. Dhe unë kam për t'ia treguar se si ju ta bëni falas. Thjesht të dini se si të përdorni inteligjencën artificiale. Shkojmë tek faceless.video. Do të shtypim Start for Free. Krijoni në video në stilin POV, mund të gjeni trending topics. Tani thjesht e lidheni atë me median tuaj të preferuar sociale dhe ajo të vazhdojë të postoj video për ju. Nëse doni të mësoni më shumë se si të përdorni AI-n për biznesin tuaj dhe strategji marketingu, bëni follow. Këto video me beba që janë krijuar me AI që flasin si të rriturin marrin miliona shikime dhe un kam për t'ju treguar se si ju mund ta bëni në faqen e editor profesional për të marrë më shumë shikueshmëri dhe SEO shitja. Shkoni në ChatGPT dhe shkruani pikërisht këtë prompt që po shkruaj. Pastaj kur jeni të kënaqur me rezultatet, mbyllni ChatGPT-n. Tani të rriqni të imazh në hedra.ai së bashku me një z ose këngë. Dhe përfundimi është ky. Mos e anashkaloni AI-n, po bëni follow për më shumë AI tutorials dhe këshilla biznesi dhe marketingu. Si ta bëni këtë trendin viral me AI të vetes tuaj për më shumë shikime në videon tuaj të ardhshme. Gjëja e parë është të shkojmë te ChatGPT. Mund ta bëni këtë edhe me versionin falas, por rezultatet nuk janë aq të mira sa versioni paguar. Pasi të shkoni në ChatGPT do të shkruani këtë tekst. Komentoni teksti dhe unë do t'ju tregoj fiks tekstin e saktë që do përdorni. Rezultatet e para nuk janë gjithmonë ato perfekte, kështu që ju duhet bëni disa rregullime me ChatGPT, por pas disa përpjekjeve do rrini rezultatet e dura. Më pas shkoni tek Kling AI, ngarkoni foton që gjeneruat, shkruani çfarë doni të bëj kuklla në video dhe kaq e thjeshtë. Bëni më shumë follow për tutoriale të tilla. Si të editoni video sikur të jeni editor profesional për pak minuta me Opus Clip AI. Në fillim krijoni një llogari në Opus.pro dhe aty do të ngarkoni videon tuaj. S'ka rëndësi sa e gjatë jetë, mund të jetë një Zoom recording, mund të jetë podcast, webinar apo edhe një regjistrim ekrani. Opus Clip analizon videon tuaj dhe në brenda pak minutash do t'ju ofrojë 10 deri në 15 klipe të shkurtra, tashmë të edituara me trita dhe në format vertikal. Nëse juve i bëni video në shqip, është pak më e komplikuar sepse shqipja e përdorur në platformë duhet prap edituar nga ne. Pra duhet shkoni aty të editoni fjalët dhe fjalitë që janë gramatikisht jo korrekte sepse nuk e ka shumë të perfeksionuar shqipen. Ju keni opsionin të ndroni titrat automatikisht, të hiqni fjalët e tepërta, të hiqni pauzat, të vendosni auto caption dhe pse jo të vendosni dhe të gjeneroni stock videos që mund t'i përdorni tamam sikur të jeni një editor profesional. Mund të shkurtoni klipet, mund të zgjidhni klipet që janë më efikas për të promovuar. Pasi klipet janë gati, thjesht shkarkoni dhe ngarkoni në Instagram, TikTok dhe YouTube Shorts dhe voilà. E keni përdorur në një këtë platformë? Komentoni më poshtë. Mjetet AI të paguara dhe versioni falas i tyre që ju mund t'i përdorni për biznesin tuaj. Për të gjeneruar imazhe, Midjourney kushton $60 në muaj, ndërsa Leonardo AI është falas. Për mjetet kërkimi, me updatein e fundit, ChatGPT kushton $200 në muaj, ndërsa DeepSeek është falas. Për të kthyer tekstin në Z, Eleven Labs kushton $99 në muaj, ndërsa Speechma është falas. Cila nga këto AI keni provuar apo përdorur më përpara dhe si? Mjetet e AI më të mira të 2025-s që duhet i përdorni në biznesin tuaj. Për të pyetur e çdo gjëje, Grok 3. AI VFX për Pika Labs. Për zëra AI, Podcastle. Për prezantime, Gamma AI. Për të krijuar muzikë, Suno. Për të eliminuar zërat në background, Podcastle. Për të edituar video, CapCut. A i keni përdorur ndonjë nga këto më përpara? Si ka qenë përshtypja juaj?